Në QKMF dhe në qendra tjera shëndetësore në prizren shtohet numri i pacientëve me barkëqitje si dhe me vjellje, dehidrim dhe me raste tjera virale 100% konfirmon për Radio Televizionin Besa drejtori i QKMF-s në Prizren Dr. Fadil Bajraktari. Po, këto 2 muaj për shkak të temperaturave të larta që kemi, do thotë që dijet që po mbretërojnë në Kosovë, po edhe në qytetin tonë të Prizrenit, numri i pacientëve është shtuar, dukshëm, ku kemi çdo ditë numër të shtuar pacientëve në të gjitha objektet shëndetësore. Një pi pacientëve më të shpesh që tani i kemi përditshëm janë barkëqitjet që janë, dehidrimet dhe helmimet me ushqim, sidomos me ardhen e mërgjimtarëve që kanë ardhur nga gurbeti, është shtu numri i drekave, darkave, ushqimit që hahet aty këtu, edhe kemi shumë njerëz që kanë ankesa me barkëqitje, me vjellje, edhe kanë nevojë për dehidrim, ka nevojë për marrjen e infuzioneve edhe këto. Ne i kemi marrë gjitha masat që këtu në kujdesin primar shëndetësor të mbulohen me mjek, të gjitha pikat që i kemi shëndetësore, pastaj kemi marrë masa që edhe ushqimet, infuzionet të ipen në kujdesin primar shëndetësor, sidomos në çdo objekt kemi nga 3 deri në 4 shtratar, edhe ne i japim edhe infuzionet për gjithë këta njerëz që janë pa pagesë, do thotë faktikisht të gjitha këto shërbime i kryjm 24 orë, edhe jemi në dispozicion tyne, edhe pse numri është i shtuar, po besoj që tash ka fundi veç i këtij muaji, besoj që do ta tejkalojmë edhe këtë krizë, se kjo është më shumë virale se sa diçka tjetër. Mirë po e mendon se pas kalimit të këtij muaji pritet të stabilizohet edhe shëndeti i shumë qytetarëve. Po shtimi i pacientëve muj me thënë që është 100% më shumë se sa që kemi pas, do thotë numri është shtu, për shkak vetëm ndrimin e natës kemi dikon muj me thënë nga ora 10 që është deri në 7 është dikon 200 pacienta i kemi vetëm gjatë ndrimit natës. E mos timo për gjitha objektet tjera të çdo ku numri është shtu, numri është dyfishu, do thotë ky numër edhe mirë po me marrjen e masave dhe me kujdesin që kemi, personel kemi të mjaftueshëm, barna kemi të mjaftueshëm dhe jemi duke përballuar me shumë sukses.